اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد فالله تعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة صدق الله العظيم. Bazën e temave, realitet, bazën e bisedave që kemi bë javët e kaluara, ditën e xumës, sot një javë edhe më herët, rreth ative fjalëve do të cilët edhe biseda e sotit inshallah, duke e lut Allahun që prej kësaj na edhe ato që kanë vdekë sevap të kenë. Para se gjithash o Zot, prej neve namazën e xumës kabul bane, edhe prej muslimanëve mbarë në botës, të cilët disa deri në këtë moment gjisma e kanë falë veç namazin e xumës, gjisa pritin me e falë, edhe pi ative shka e kanë falë, edhe pi ative shka se kanë falë, o Zot kabul bane. Kjo tema jo na shka do të zhvillojmë për bat për i di pjesëve, na për të parën do të folim. Pjesa e parë, të dijat janë shtime, janë futuna me një ajet në Kurani Kerim, suratul Fath. Allahi Jalla Jalaluhu ka thonë walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Besimtarët, muslimanët janë të fuqishëm, janë të ashpër, të rima, nuk i tremët sini prej ative shka nuk janë musliman, prej anëmiqve të islamit, në mezveti për njëri tjetrin janë shumë të butë, për njëri tjetrin janë shumë modest. Ruhamau bejnahum. Ne sot do të folim për pjesën e ditë i ajeti, si muslimanët janë të butë për njëri tjetrin, e si janë të ashpër edhe trima për ato shka s'janë musliman, për anëmiqët e islamit, do të folim në të ardhmen inshallah. Në Kurani Kerim, Zotë Gjelle Gjelaluhu në mënirë imperative, mënirë urdhnuse, i ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammed, wakhfid lehuma janaha dhulli min ar-rahma. Muslimanve, ative që të kanë besu, ummetit tanë, besimtarve, gjithmonë t'jav ullësh krajin e rahmetit. Do të thot ti për ato, para ative t'ishe i butë shumë. Asë një herë ndaj muslimanëve mos t'ishe i serë, asë një herë ndaj muslimanëve mos t'ishe i ashpër, asë një herë ndaj muslimanëve mos t'ishe njeri me veti prej të cileve muslimanët ikin, po gjithmonë t'ishe aq kalb butë, aq zemër mirë, sa që zemra jote t'jetë shkak për ato, t'jetë shkak tërheqës për zemrat e muslimanëve. Wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma. Tjetë të ummeti jot pikahona jote prezente, kush butësia, urësia, edhe modestia, flitet për modestien konkret këta jetë. Na i thojmë kësaj në gjuhën e kursijës xhamisë, tawadu, me majt katunarqe, me majt vetën poshtë para muslimanëve. Nas një rast para ative shka s'janë musliman. Nas një rast para ative shka janë anëmiq të islamit. E kundërta po ndodh vllazni. E kundërta po ndodh. Realiteti po bëhet ndryshe. Muslimanët sot konkret janë të ashpër, janë shumë kategorik, janë shumë jo disiplinues,
janë shumë jo të disiplinum ndaj kuj, ndaj vetës, ndaj njerëzive shka janë si ato, ndaj njerëzve shka janë të njëjtin din, ndaj muslimanve. Për shembull, e vret njonin prej neve, edhe ki musliman, edhe ai musliman. E urrej njonin prej neve, edhe ki musliman, edhe ai musliman. E te i kalon njoni kufinin e vet, te qetri, edhe ai musliman, edhe ki musliman. Ma në fundin, edhe ai një gjuhë e flet, edhe ki një gjuhë e flet. Kur vjen koha me i përdor këto cilësi dopta për në mezveti e shumë se vapi madh të qertë me i përdor, kur vjen ajo kohë, atëherë në ato sheshe, në ato sheshe pak gjindemi, po se gjindemi me pakic, edhe gjindemi të but, jo ashtu që që kërkon Allahu Gjelle Gjelaluhu. E njo prej butësive që veni nuk e ka me qenë të but, është edhe lujtja e rolit mos organizimit në mesin e muslimanëve në mezveti. Për sheshet qera ku duhet me qenë shesh, as nja prej neve fillim barim 1 miliard e 500 milion musliman, niveli organizimit është 0 apo 9-0. Anë mezvetis duhet me organizu heq, më të madhen të lashe, më të madhin problem, më të madhin konflikt, e ndez njoni prej neve në mesin e fshatit vet, në mesin e shoqërisë vet, në mesin e popullit vet, edhe gren gishtin me i dalë zot vet ati problemi, me nisë edhe me bitis. Në realitet çka ka bo? Kur gjos ka nisë s'ka bitis? A fundos në atë grop ku mo shumë zorash, apo është hemen e pa mundur me dalë? Kësi gjona, Allahu Gjelle Gjelalu e ka ndalu, edhe për atë shkak Rasulullah i ka thonë, ja Muhammed, unë ti e të kam qu mostër, kam qu mësus, innema bu'ithtu muallima, unë jam i qu mësus, innema bu'ithtu li utemmime me karim el akhlaq. Kam thonë, jam i qu unë nderit, respektit, njerëzijës fun me i dhonë, me janu kulmin cilësie dhe njerëzore. Për qatë ka që zoti, ka thonë, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana limen kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kathira. Une, Allah i ka thonë në Kurani Kerim, keni shembullin më të madh për çdo rrotullim, për çdo qarkullim që juve në jetë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ku duhet ju me qenë të ashpër, ata e keni shembull. Ku duhet ju me qenë të butë, ata e keni shembull. Sa duhet me qenë dietar, ata e keni shembull. Qish mos sjell me fqit, ata e keni shembull. Qish mos sjell me mikun, ata e keni shembull. Qish mos sjell me armikun, ata e keni shembull. Për shkak se ai kishte kujshi me ato gjintë të mirë, u dashke me tregu dituri, s'kish kush me nejt mbi te. Kur kishte njerëz që i kish kujshi musliman, pat nu rregullat që s'mu gjet me to. Kishte kujshi që i kish jehud, pat nu rregullat që s'mu gjet me to. E çdo kuj ki person, ki Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me statutin e Allahut prej shtatës qiell, i ka nu fond, i ka nu kulm, po që dullet prej këti kalibri, po që dullet prej këti okfiri, ta dini se ka kundrat e huja nuk ju vinë për kome taman, ato ju sjellin që si gjana shka po bojmë nësot. Ato ju sjellin që si gjana shka po bojmë nësot. Ka një politiqari madh francez, Salazar, që tashmo nuk kanë politikë, se dia ka vdek, as ka vdek, inshallah po. A i ka thonë me një mledhje në Francë, me një kongres, kur ishte fjala kuj duhet bota krishtere me jutut ma shumë. Kush e meriton krishteret me jutut? A i tha kështu, unë nuk i tut në armatës kuqe, zate që armata kuqe u saritu, tëne, u zbar edhe shka u bo. Ma i zbrami u tha, qopë të në male, shka tjetë në dil, edhe s'ka uj, sa do ku do që do këtë sa nashe fort, thamën e ka nga komunizmi, ishte sistem në dil, pa fije uje e man të vetë vetën, pa fije të linje e man të vetë vetën, ajo shka pa të linje edhe pa uj, ajo tha atë shpejt, që u kri. Por qatë pra ki njeri pa pas drejta kër e ka folë këtë fjallë. Bashkimit Sovjetik, tha si ja kam smatrem sinin hiq, njeri meqo të thëtë, shumë meqo, a duhet me ja pranu menqurin që ti? Duhet këta e ka folë ki që 25 vjetë këtë fjallë. Para 25 vjetëve ka thonë, jo pra. Para 25 vjetëve nuk ja ka tre marmata e kuqe sinin e cila thëjke për 7 minuta jam e gatshme shka ka ushtar me ketë mjetën në hava me ngrej. Të smatrejmë sinin hiq. Shumë njeri meqëm. Ja pranu. Po mas i ketë ja kimi pranu, duhet me ja pranu dhe këtë qëtër në mas shka ka thonë. A i thotë në qatë kongres se unë vetëm një njerit në botë i tut në hu. Vetëm një njerit, një personit i tut në botë. Momentalisht ka thonë evropianve krishterë mos u tutni, se sa gjallë.
momentalisht, në këtë moment, mos keni frikë, se sa gjo. A thonë, po që lind, aj, unë e kam frikë shumë. Ka thonë, kush do tjetë a thuki? E thonë, këtë do tjetë aj musliman, i cili për qarjen, është qaqë i gatshëm, për qarjen shka kanë muslimant me zveti, në i qep neve në borin ton, e këthan marveshën, e këthan bashkimin të muslimant. Vesh që sa i tuta. Si të muje dhe një musliman me arrit suksesin, për qarjen shka kemi bo në shpijen e vetë, e qep në borin ton. Qatëherë të keni frikë. Se muslimant e bashku, muslimant një palmen, muslimant të cilët thirën edhe mlidhen të bojnë rreth një fjales, ato nuk janë të rrezikshëm, po ato janë qast marë, se më njëherë kujton bota, kana keq mu bashku muslimant, se pale shka pu bajken ato, si të bashku në morin dunjon në përkom. Kështu janë të spjegu krishterët, neve muslimanve me në tinglu në tru edhe neve me zveti, se muslimant s'pu bajka mu bashku. Jo, se ka të kuptim ki njeri, shka ka thonë, edhe ashtë e vërtet, se muslimanët si të bashkohen me një palmen kejt, nuk janë më të rrezikshëm ato, po janë qashtë mirë, janë qashtë në regull, janë qashtë drejt edhe aqë ndershëm, sa që edhe bota krishtere edhe ajo budiste edhe ajo qetra edhe ajo që i fute, i jipot rasti me avtregu antarëve të vetë, të mund me avot mundshme me njovë vërtetën të kushkana, e ta me e pranoj njërës të islamë. Këta krishterët së ne durojnë, këta kisha krishtere së ne banë këtë punë. E mu për atë shkak pra, e ka angazhu kisha krishtere këtë burë, me thonë në këtë kongres në Paris, që njerëzit ta kenë me dije se frikë kemi vetëm prej një rastit, muslimanët, si të mundët një burë prej ative, për qarjen të cilën ne javë kemi sjell, javë kemi shtim rena, ta qesim ka na. Inshallah kjo ndodh. Inshallah me izin e Allahit këta Allah e Gjelle Gjelaluhu në animon me realizu. Se megjë qadër matë madhe, megjë matë madhe për mbrojtje, se bashkimin kompakt, bashkimin komplet, qëtër s'ka mo. Qëtër s'ka. Ja ajo është pështim, ja asë gjotë qëtër. Mu për atë shkak, janë disa faktorë, të cilët na besimtarët duhet me i përcel, e ato faktor me ndikun bashkimin tonë. Ato faktor janë faktor ndikus në bashkimin tonë. Po që si përcelëm, qetra vllazni ka me met artificial kejt. Qetra ka me met, ka me ngel vetëm dëshirë. A sa dëshira në këtë botë kanë ngel dëshira? Janë të panumërta, janë pakufizume, janë pakufi. Kush për shembull? Prej dëshirave që ngelin dëshirë, kush janë? Njoni prej neve thot, kur ka përcen për skajt bloki dërzhavës, thot kështu, që shtu ta kisha pas një arë më ko. Bloki dërzhavës 40 hektar një meqë, vadën e mullinit për skaj, di bere qete në mot. Thot kështu më kon ta kisha pas një arë. A bo ai bloki dërzhavës araktitin e are? Kur ka ngel dëshirë, ka ngel dëshirë. Ka kalu njoni për skajt një shpijes një begit madhe, e ka pa hakaret, sarajnë e atit rrathu me mur, loj bachelëkin ta të erujt rojtarë, ta kem më konë një saraj si ta me të zogit, tu hinë Tiron, ta kishe ka ngel dëshirë për gjithmonë. Njoni shka arrit 2 metre i madh, Allah i Gjelle Gjelalu ka dash 2 metre me rrit një bur, e 4 metre me rrit një bur, ka thonë më konë edhe një 4 metre të shna konë më i madhë. Dëshirë ka ngel, ka metë për gjithmonë qashtu. Edhe popujt musliman ka janë aneman botës. Edhe na një pjesë prej muslimanve aneman botës këtë trojët e tona. Fjala e jonë për bashkim, deri tash në këtë moment ka ngel dëshirë. Ajo si të vazhdojët qështu me qësi men që shemi të shku, prap dëshirë dhe të ngele. Kur gjonë qëtër? Prap dëshirë dhe të ngele. Pse a thu? Do të ngele dëshirë për shkak se faktorët të cilët ndikojnë për bashkimin e poplit kur kush sa 10%. Mu parat do të ngele dëshirë. Njerëzit po thojnë hajde të bashkomi se s'ka pa bashkim. Veprat po i bojnë për qarse. Fjallë po i folim për me u bashku, ama veprat po i bojnë shkat për qarë, jo shkat bashkojnë. U qunë burat e i pajtun 1.000 gjaqe. 1.000 gjaqe. Prej 1.000 gjaqeve dul në shesh
se 10.000 fëmijë të familjeve të msheluna në popull nuk e pan pas vazhdu procesin shkollor. Pi hasmit shku në shkollë kej. Prej kësaj rrjedhi se 60.000 hektar to popullit to nuk kanë pas punu. Nuk kanë pas punu se njerëzit mshel mrena. U qelën dirë, dullën u livru në të ara. Mas kësaj, kur me ndum na se e krim një pun shumë të madhe, i dham tretman, i dham karakteri jo real asaj pune, mas një mujit, për një muj, për 30 dit, me një qytet popullatës tonë, për me hinë e vërët, u vranë 34 vetë. Kur kush nuk foli, kejtë folën se ne i kemi plagu, i kemi pajtu 1.000 gjaqe. Kur kush nuk foli se 500 gjaqe deri tash janë bo prej pajtimit e tek ne. Kur kush për këtë behone, kur kush mos po foli. Do të thot, na për e bojmë keqen edhe po shujt. A popull ma i bot, ma i dobet, ummeti ma i dobet i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur ato e bojnë keqen edhe për të keqen e vetë ku vend nuk bojnë. Për të këshia që ka i bojnë mes veti nuk ku vendon kërkush. Që atëhera i ummet ashtë i dobet, Zoti këtë popull atëhera nuk e ndihmon. Se meriton ndihmën e Zoti Gjelle Gjelalu. Luajnë e ledhine kafaru me argument, prej Kurani Kerimit ka thonë, luajnë e ledhine kafaru min beni Israil, ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Thon Zoti Beni Israilin, Jahudit i ka mallku, ka thonë Jahannam për gjithmonë, s'ka selamet, jo për çdo sen. Për kur gjo? E bajshin një punë njoni, qertë shuishin. E baj ke njoni një dam të madh në popull, qertë kejtë shuishin, thëjshin mua kjo punë së më hinudhë. Thëjshin mua kjo punë nuk më intereson. Ka këta kush e këshirë, që shto thëjshin? Ka këta kush e këshirë. E që ta është pëndorë dhe në mesin tonë vlasni, po e ban njën një damë popull, njerëzit po thojnë, ti shka i e në zonë. A gjenal, ka kush e këshirë, ka kush me ndonë për këtë. O vlave jam i dash. Edhe une si person, edhe ti si qelize këti populli, sa e meriton ti me përmirësun popull, pi ti i lipët. Sa e është e da me ti me kontribu për mës me u përqaki popull, ti duesh me bo atë punë. Ti duesh me kritiku, ti duesh me thonë kjo s'ban. Ti duesh me nal atë fedomi. Rasulullah s.a.s. në ka mësu me hadis ka thonë, men ra'a minkum munkaran fel yughayyirhu biyadi. Kush e ka pa prej juve, s'ka thonë prej krijetarëve të juve, ka thonë kush e ka pa prej juve, kush do kof njoni që në fis, në familje, në katon, në popull, po ndikon dikush keq, në ta nale me dorë atë keqen. Në ta nale me dorë. Ka thonë unsur akhaka zaliman au madhluma. Ndihmoj e vlavin tanë shka po banë zullum, edhe atë shka i bom zullum, ka thonë ja Rasul Allah, hadhe l'madhluma arafna, fa kejfa në nësuru zalima. Tha qatë shka i bom zullum e papë se po duhet me ndihmu, po zullum qarin që shta ndihmojmë. Tha të khudhu bjedi, tha me andal dorën mos bëhe zullum, me andal dorën mos bëhe zullum. Kjafirat, ato shka s'janë musliman, i kanë vesh burat me uniform ma vit, s'po ju kshire qerja për sukaki, s'po ju bat huna, tomak, e s'ka jedan, s'po kshirët. Sukurse, kur ju ka shdrip ki vahe ative, kush po ban keq për janalin dorën një me, i kanë ma dhe hekrat e barë në kuk, veç të pak me athi qefin, më njëherë, di dur mas shpine dhe hekrat barë për një ndonë. Që kjo është, ajo është ka Rasulullah s.a.s. e ka pas për qëllim. Qertë po e bojnë. Qertë po e bojnë. Ato shka s'janë në dinin tonë po e bojnë ashtu. Ato shka s'janë musliman. Ato po e keq përdorin. Ato po e keq përdorin. Në lakmis jemi të ju morë. Ato po e keq përdorin se metoda e keqe. Ama qëllimi qaja shka akon në hadisin e pejgamberit. Me janë gjitë njerin përdore. Jo me janë gjitë përdore, po me janë gjitë përdore. Ku po shkon? Kjo punë nuk kanë rregull. Ti këta shka pe ban, ki din nuk e lejon. Në cëllin dini e musliman, islami sot ndrishe, ku ka jenis? Apo e bojmë na këtë? Jo, polici i Shqipnijës të cëllin avozit në kjarë me neve në rrugë, po thot, keni kujdes, se të na natën me kjarë kur qarkulloni, kërkan më se mirë një për urë.
se edhe na policët e Shqipnisë në kerrat e mrenshëm nuk hipim si t'ja qes me dikuj notën, po i nalmi pika ju a gjë do burra shka vinë misafir, e në kerrat e ative hecmi. Po pse ju policët? Po s'ka rol se shka i e. Me pistole edhe me safi shek në gjep zvlen kur gjo, qesin me një grop, po thot aj me dvetën, edhe Allah i së të nëzirë. Qështu aj pe ban të abir, aj qështu pe definër, edhe Zoti së të nëzirë ku të qesin shqiptarë. Vllazni, kujdes, që tu kemi mri, që kemi bo? Po ajo në Shqipni kana shumë keq, apo e do një shembol piknena këton, Mitrovic 50 dit, 60 dit me radh, ma shumë se 500 dyqana të popullit ton, a dasht me i rujt, pi popullit ton mrejna, gjithë notën zot një, me nejnë dyqanë, se po thajap notën, kur vishta bale, ka shkua, që i këti skejt. Ku kemi mri kështu? Teri tash, e ku dojmë me shku ta nena, thu? Teri shtepe e pam ku pa mi mri, ku dojmë me shku ta ne? Ku jemi njësa, thu? A ka burra, a keni pa në televizor dhe një herë, a keni një radio dhe një herë, a keni një gazet dhe një herë, që ishin mledhë shkencëtarët e popullit ton, e ato diturit e popullit ton, ulemat e popullit ton, o gjallarë, politiqarët, a kush i ka dalë zot, këtë popull me drejtu, kush do kof, a i keni pa që janë mledhë dhe një herë krije për krije, me studiu problemin e mërëndshëm shka pëndodhë në popullit ton, mi largu këtë fshia, a keni një dhe një herë? Une nuk kam një kur. Jemi të bua dhe po të bomi për do pun, ama nuk do me thonë se qifqia verës, i cili e ka mel një arë Kalamoq 40 hektar, edhe 30 arë ka një hektar i ka që tërku një ka mel qera bereqete, e me ju pik vesh qasaj njërës, po sa boj kaj? A nuk ka boj vesh qati njerit bereqet, na ka falë zotin i Kalamoq, ku keve bre të Kalamoq, ku keve bre sot të Kalamoq, ku keve bre të Kalamoq, po të kish mush bëstani me barë, o vlave jam i dash, wala qatë Kalamoq qati mu ka bo me rak. Edhe na jemi të shku qështu, sa i përgat nivellit gjithë popullor. Politik, anin e politik. E tonë që tërsa na hiq kur gjoha. Shka i bota thu këti kriminalitetin popull? Ku na qonë kjo, ku anis ki popull me shku kejt? Allah i gjëlle gjelaluhu, insha Allah, na i ban kolaj me u kuptu që ka po folim ma i spari. Insha Allah zote na i ban kolaj atë fjallë që ka po e folim, me e morë me eshti në gjep me e përpunu pak mas. Inshallah zotin e i ban nasim një dit për ditve e hunshbin të avolin e bojmë biset këto të zeza shka pëndollin popull një herë për gjithmonë më fun me ju dhërë. Një me ashe vërtet se jemi në zorë, një me ashe vërtet se kemi shtipje, ashe vërtet se po sulmuhemi, ashe vërtet se po na vrasin, ashe vërtet se na kanë shkel, ashe vërtet se po na misin me si mizat shka tham një dit. Kejt kjo ashe vërtet, ama nuk mujmë me pranu të vërtetën se njoni pineve qetrin du të me villë. Këta s'mujmë me pranu asë njare. Nuk është realitet se për shkirë këtive ndodhinave që ka pëndodhin, ban njoni prej neve me te i kalu modestien ndaj njeni qetrin. Nuk është realitet. Kjo kejt nuk do me thonë se unë ndajtije, o vlave jam i ashpër duhet mu bo. Kjo nuk e ka atë kuptim. Rasulullah s.a.s. me një hadis ka thonë, të wadau, hatta la jefkhar ahadun ala ahad. Banu të but ndaj njëri qetrit. Deri kur, deri sa me u bot but, deri sa nuk ndodh kur që njëri për juve qetrit i lavdrohet. Deri në atë rast banu të but. Wala jabghi ahadun ala ahad. As njëri për juve mos të ta i kaloje kufinin ndaj njëri qetrit. Min mal, mos u livdo me pasuni. Wala gjah, ka thonë për nga meri, as me karik, as pozita mos jetë shkak me ju lavdru njëri qetrit. Wala ard, as nderin familjar, mos jetë i kalo kur as një herë. Wa men faale hadhihi fakat të wadu. Ai që këto puni i ban, ai e ka hub modestia, ai e ka hub përcien mo, ai në popullin ton nuk e meriton me jetu, nuk e konsiderojnë prej umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A këto gjana po ndodhin. Vllavi jon pa zgat dorën pasunin e vllavit shqiptar, vllavi jon pa ngre pushkën vllavin e vet shqiptar, po thojnë fenë duhet me lon, se feja po na like mas, e këta po e bojnë në mund kombit pra, e kombi ku përna qoj ka pra vet pa fe, kombi vet pa fe përna qoj ka, me mi 35 vet me një qitet 100.000 banor për 30 dit, qa gjë përna qoj ka veç vet pa din, që kombin e patëm Shqipni pa din 50 vet, që ta është me zbrami shka redhi, jo ma shbrami, po shka redhi për 50 vet për i kësaj, gjdo një orë një vrasje. Në patën thonë për jashta me antenat ajrore, në me val Allahu Gjelle Gjelaluhu pip në përqil vahi në vike, sa gjem më vrasja adon,
E deri ku pas ka shku civilizimi larg të Enver Hoxha? Deri ku pas ka shku? Deri ku pas ka shku larg? Neve disa njerëz kur na honshin gujza edhe na thëshin dëgjoni nasihat ju xhallarë se ka hoxh për mi hoxh në dunjo, e thëshmi na bismillahirrahmanirrahim. Të mësum na të ngratit me nguj gjithmonë. Të mësum na ngratit gjithmonë me këshirë shka po thonë qirë, të edukum shumë për me ngu fjallën e huj, e na pritëm shka po del na thanë, Shqipni s'ka mo problem. 50 vet kanë kalu, deri qaq larg ka shkuaj popull, veç tim një pun ka me qti. A dit shka të lirohet feja, një shahadet, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, edhe u krimo. Ati veç shahadeti mungon, se qerat mo janë bo kejt taman. Ati interesant, plot njës që ta shahadetin për e thojnë, qerat kun s'jan as një heq. Shahadeti u këthin Shqipni, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, ama qera s'ka mo kur gjo. Veç qaj shahadet ka hini herenes, kushti shahadeti shka do për mas, do namaz, ku mu fal. Shahadeti shka do për mas, do me rujt unë nderin tan, a furut, jo. Shahadeti shka do për mas, do unë mos me zgat dorën pasunien tonë. Do ajo mulla, ajo dardha, ajo are, ajote, me nejt pagar. Nuk duhet me shku si pas islamit për ferran mal. Nuk duhet si pas regullit ton me pas hoj kërkon. Nuk duhet si pas regullit ton polak Bostani. Nuk duhet si pas regullave ton polak Vneshti. Nuk duhet si pas regullave ton polak Katuni. Nuk duhet si pas regullave islamit me pas polic për gjade. Nuk duhet, se policët sefte në islam, kush i ka vendos? Hapsanët sefte në islam i ka vendos Hazreti Umer radiallahu ta'ala anhu, për shkak se në kohën e ati do pa të ndasht mu zgat shumë mu bot mloj. E ato shka dojnë mu zgat mloj, edhe pasunin e uj se kanë gajle, e morin ato. Kjo sa në islam, Hazreti Umer i ka qilë hapsanët atëhere. Edhe ka burgos njerëz. Ama në kohën e pejgamberit tonë s'kish hapsanët. Në kohën e pejgamberit tonë nuk kish policë. Në kohën e pejgamberit tonë nuk kishte gardhe. Në kohën e pejgamberit tonë edhe të Hazreti Abubakrit nuk kishte hoj, nuk kishte mur. Në kohën e pejgamberit tonë edhe të muslimanëve ndershëm nuk ka pas arë që s'ka guxus në të sharalia me mel pikujshijës. Nuk ka pas arë alizarsi edhe i vaksinci edhe i kumanovsi e qetri me rënë teri ku janë musliman sën pe e mel i valase nuk pëllon. E mirë pra, ti sën pe e mel arën se nuk pëllon. E këtu ku kjarë është, ti shka kjarë? Këtu, se kjarë sën. Edhe a i shka sën pe e mel arën ka me falë gjumon, edhe a i shka sën pe e mel pjati, edhe a i ka me falë gjumon. E na me kejt këta shka po dojmë me thonë athu? Na me këta athu, ku e kemi, ku po dojmë me shku? Allah në Kurani Kerim, suratul Bakara, në sahifën e dit ka thonë vllazni, bismillahirrahmanirrahim, ju khadi'un Allah walladhina amanu, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ka thonë këta, po dojnë me mashtru Allahun xhalla xhelaluhu edhe njëri tjetrin. Po dojnë me mashtru Allahun xhalla xhelaluhu edhe njëri tjetrin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Se ne mashtrojnë as Allahun, as njëri tjetrin, ka thonë Kurani Kerimi, veç vetëm. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Ama ato s'e kuptojnë çka janë të bëjnë. S'e kuptojnë çka janë të bëjnë shkreti. Në Islam, në Katunin, kejt muslimat, kejt një kop, kejt një gu, kejt një fis, njoni e ka ngrejt gishtin, po thot, wallah ka shte e mel filanarën, ama s'pollon me me, pizullumin. Kura këshira gjemra të fletat e ati, si gjillit a gje ka dal për një mes polishin, nuk ka dal rejt, ka dal e vërtet që për një mesën për e melke. Me vepër, e ka provu, e ka melësën ka morë kur gjo. Qetri e ka melë që e ka në fush, hemen ashka sën merë kur gjo. Vllazni, o besimtar, Allah i prapë po e përsrisim hadisin kutsit javës kalume. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ومن بغى على أحد من المؤمنين في عرض أو جاء أو مال فقد صفة التواضع أي shka te pron prej neve te gjonat e tjetrit, ai njeri mo modest nuk ash, ai njeri e ka humb atë shka Zoti edhe pejgamberi kanë porosit, atë shka Zoti edhe pejgamberi kanë porosit. Një prej punëve e cila ndikon faktor për bashkimin ton është njëri prej neve me qenë i urtë edhe i but ndaj tjetrit. Unë po pyes,
Çaj njeri shka ka kalu kufinin të kujshia me të këshia. A mujta i kujshi, a ka drejta i treti me shku me lip dhe ato me konë për bashkët? Jo, e pa mund, ato së në bashkohë. Kur së në bashkohën asë njëherë? Ti që liza kujshit nga të ngatë së njënë bashku, njoni i ka bo dam qetrit. E ta në qertën e mahal, katon, popull, qështu si qkoje, a ka bashkim? Asë njëherë s'ka bashkim. E shka është parola pra, na duhet me konë bashku. Kjo sa ka vlerën, na duhet me konë bashku. Kjo është njajt. Qaj popull, i cili e ngrenë parolën na duhet me konë bashku. Edhe pun t'i ban për përqarje, e dini ku i përgat lazni. A i përgat qati njerit, i cili a ull me vlavin e vetë dimnit, kur ka ra borë 1 metrë në sop, e ka hi dikush për dere me një tepsin rusht barë, hafuzali. Qeli barë i pekëm, edhe e kanë shtru së brabezin për harë. Që të di vetë, sa ju ka arë ki rushi shishëm dimnit, kanë thonë, veç më zdalë pranvera. Une, inshallah, pitë pinë ka tonë tërë të qeshma, shka ka mara për mi ullë, këtë nesh kam i mirë. A i qetri e ka vazhdu, ka thonë, une shka e kam qatë tërin grubinës për mi ullë në rullë, këtë nesh të ta meli. Edhe këto e kanë bëllë të njërë nesh. Tone kër e kanë mellë rushin, kanë shku më një herë, dimnit atin vend, hojtë që mentës mi vledhë telat, ja kanë nisë mi ngullë në sopë. Edhe mi mot me pëmës të vinë shtrem, tone ja kanë nisë me ki. Edhe e kanë pa pi dimnit atë ferrushin në tel, qatë kanë e vesh shka për hanë e kanë pa, edhe për masnisë atit tëre kanë ngrejtë sofrën, ja kanë nisë me vel edhe me qua gjinat fe podrumi, kur ka dalë vera, ku mi gjekë maravla, normal, ku mi gjekë këto në kafiqë, ku mi gjekë këto bura në zlat një pesak, ku shkun mara këto njerëz a thu, kishin shku ka dur si ndeti, ku janë këto, sa pun me gjekë, ku me ditë ku kanë shku, ku me të puna vleshtit, a kanë rush këto, s'kanë këto rush, edhe na si të folmi duhet me qenë bashku, pa bashkim nuk ban, natë për qamë s'ban me konë, kejt me fjallë qështu duhet me konë bashku, kejt me punë për mu përqa, jemi si që ato të ati rushit të bura, jemi si që ato të ati të asaj të pësijës me rushbat, nuk na vlejnë punë të kështu, deri sa fjallën vepër nuk e shkrim, deri sa vetën nuk ja kushtojmë, asaj fjallë shka po e folim, kur gjo s'kemi bo heqë, kur gjo nuk kemi bo. E ka vetë një sahabi, Rasulullahin a.s. ka thonë, ja Rasulallah, allimni shejën, idha amiltuhu jenë fauni. Spjegon për një gjo, si ta punojmë mban dobi shumë. Ka ardha ull gujza, i ka nu durët para mësusit më të madhë. Ka thonë, ja Muhammed, mësëm për një gjo, për të cilën si të mësojsh ti, dobi mban. I ka thonë Rasulullah a.s. shkurt, di fjallë kejtë, a'zil el-edha an tarik il-muslimin. Ka thonë heki bërlokët prej rrugës ka kalojnë musliman. Qështu i ka thonë Rasulullah a.s. këti burri. Ka thonë heki bërlokët prej rrugës ka kalojnë musliman. Ndash me të bo dobi, si dush. Ti më pyte, kalzom një gjosh ka ta punoj une, edhe dobi të kem prej asaj. Sa heki bërlokët prej rrugës ka kalojnë musliman. Apo ki qef me të mësu një gjo prej kësaj gjumohe që ke erë me falë, edhe unë edhe ti bashkë do të lutim Allahu Gjelle Gjelalu kabul me në bojë ma isprami, o zot kabul bane, apo ki qef me të mësu që ka të bajsh diçka të kishe fajde, e ki bërlokat prej rrugës ka kalojnë musliman. E ki bërlokat prej rrugës ka kalojnë musliman. Ndash me të bo fajde. Po që se bone, për ndryshe ana shpina e kundërtët e medalës, thot, ti prej ative punëve edhe unë shka po i bojmë, nuk kemi dobi po kemi dam. Prej ative punëve shka po i bojmë, nuk kemi dobi po kemi dam. Kemi spjegun të kalumen, pra po e cekim, Rasulullah a.s. ka thonë me një hadith shërif, a.s. Ra'ejtu rajulan yataqallabu fil jannati kayfa yasha, qalu madha fa'ala dhaka ar-rajul ya Rasulullah, qala innahu rafa'a ghusnan min ala dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Ka thonë ki njeri e pa pas ngrejt një deg prej një pëmës për mi udh, këju pa pas bon zarar muslimanve në kalim. Qatë punë e pa pas bon? E pa për nga meri një njeri në gjennet kura konë miraj, po shëtit ka aj që shka qef. Ja pas ka dhonë zote i lirin e plot me shëtit, ku të këtë dëshirë, ka thonë shka ka punu ja Rasul Allah, tha e pa pas hek një deg
për mirë rrugë ka kalojnë musliman kanë akon e varme, qatë punë pa pas bon. Edhe me pak në xhennet po hika si të kemi kujdes. Edhe me punë të vogla në xhennet po hika me një jetë si të jetë i madh. Zoti punë me një jetë paguën, se ai sa ka ngrejt një degë pa ngrejt, gjatë xhennet me fitu nuk ka ai gara, ha? Po me çka ka fitu ki këtë xhennet? E ka fitu me një jetën e madh. Ka thonë po e largoj këtë rrem prej rrugë musliman me rrugën me japçel. Çka do me thonë athu? Njone e ka mill një pem edhe i ka ra degët në udha asaj. Një musliman në luft me anemikun ka dal, a i ka hip kalit, a i ka hip tenkit, a i ka hip topita, e kur ka ardhë qati prej hujumit, me ardhë anemikun e vetë me shkel me mujt, i ka zatet sinin e të ferremi, edhe qati a qerru. Shka e mërmenja, këna kone e dega e vogla thua e modhe. Loja, kone modhe shumë, e qka ta mërmenja, thu vlave jam i dashur, besimtar. Ato so ka këtë tonë, shka e në mush me uj që mrazit e tizoj e nesër. Nesër një cull të shkute fërshnjor ja 6 veçari vogën. Hala du njohën se ka pa hiqë. Hala s'di du njohën se di hiqë. Veç e di ka shkot të fërshnjorja, pikejt jetës vetë edhe ka vijet të shpia. Nesër unë e ti e kimi shlu ujnë sokak, e përlanë mrazi, unë edhe ti flem e kimi adet me flet vonë, shtja galartna, ato beglerë flen, cull qonë me shkull fërshnjore, benjonin që ata aklin ti edhe unë e kimi shlu ujnë për jashtë api ative cullve, në kupën e kres, e po i thojnë shqip po trez mozga. Që kjo i ka ndora po e ka thi kraj. Shka ta marrë menja? Shka ta marrë menja si domaqin shpije? Si njëri u vëhekës me një familje muslimone, në katurin muslimat, Gjamia Sani Kodër, në sihat për dit, shka ta marrë menja ditën e kiametit kur dilës për Allah gjëlle gjelalu, e të motën pun ti e të mira për të qia, me një terezi, e ti prit cëla du po del, ka cëla po maranon, e maj smrami, ankesa e ati fmiut, të cilit ti ke qenë sokak, ja ke shlu i në ngri, e ka thi krajin ankesa e dhimtave të ati të Allah, ka one a gjunove. Shka ta mërmenja atu? A thua më në analizoj mune edhe ti, që kjo ankesa edhe a i vaj edhe lotët e sive të ati, a thu në atë vagën tonë, sa vinë në nesër. Andoshta unë edhe ti se zdojnë me ditë për këtë punit. Ata krasoj këti fmiut shka vajtoj, edhe i pikun lotët, ka në të sabakush me ngrejt, hish, këta ka lartë janë të fletë. Veta i ka ra mas vetë vetës, shumë mirë. Ata e do në halsi u merin unë edhe ti, e dojmë shumë. Ma i drejt i burë mës për nga merit, a.s. të rritit dhe kiametit. Shka ka thonë me një hadis, me një fjallë të vetën një herë, tha, lau anna, ma'zen ala gjisrim min gjusuri Bagdad, kasarat rizleha, la aqabani Allahu alejha, taqulu Umarun ma salaha li at-tariq. Tha unë deri qatë shkoj largë në përgjërsi, sa që një dhi, një cap e i egër në kodrat e Bagdadit, apo në urat, me një ur prej urave të Bagdadit, e tha në komën, ditën e kiametit i thot Zotit, Omeri ishte përgjegjës, a i se ndreqi udhën, për qatë unë e theva komën. A i ishte përgjegjës, a i s'ma ka ndreqi udhën, për qatë e kam thi komën, a i e banë këtë përgjësi. Përgjësin e dhimtave të komës dhijes egrë, e banë Omeri radiallahu anhu ditën e kiametit. Inshallah, këto gjona nuk i blejmë lirë, bura. Inshallah, këto gjona nuk i blejmë lirë. Shka po ndodhë nuk kanë jashta kontrolës. Shka po ndodhë nuk kanë pas shirën e dinit tonë. Këta islami e shef me si të këshi. Qaj njeri i cili kashtën e netlës, ka në islam, kashtën e netlës, e nëzirë prej gjepit, edhe të hes për u dhe në sokake qëtë kashtën e netlës. Sa një pe makare 10 cm e gatë, sa një pe makare e hull 10 cm e gatë, e nëzirë prej gjepit, edhe qëtë në sokak të hes për u dhe, që i njeri është, a i shka qaj o kronja e netlës, sa vuksoni ka me ju motë nesër ditën e kiametit e ronë, ka ona e gjunohave. Ta dish, ta kishe me dije, se islami këta e vërteton, ditën e kiametit, sa një kodër ka ona e gjunohave, ka me të motë se e ki qitë zëka. Se e ki lonë në udhe, pi udhe e ki pas dhe tirë me hekë. Ka thonë, këta e vërtetoj me hadis, Rasulullah a.s. Ka thonë, sallallahu alaihi wasallam, ra'aytu hasanatu ummati hatta al-qadhata yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Ka thonë, i kam pa unë se vapët e ummetit tem. Kejt i kam pa. Ka thonë, derisa
e kam pa dhe sevapin e njonit prej burrave të ummetit tem, i cili e hek prej xhamie, sevapin e kranës netlës e hek prej xhamie, hatta al-qadhata yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Edhe sevapin e kësaj e kam pa. Kësife e krane, kësife e fleta, a ka në bërë xhamisë tonë, a thua po? Apo i hek dikush? Apo i hek dikush? Përgjigja, jo, pi hek një api Bosnë, një misafir. Që një 3 ditaj pi hek, interesant. Ama ai s'ka faj që pi hek, ai misafir i Bosnë, se ai kush ti heke? S'ka njerëz me pas qeri hekshin ato qerë. Ama ku me gjetë qerë, e ka pasër ai që s'ka qerë, edhe ai pi hek, interesant. Allah i se vap jam shkruat, ati e mutlak ja shkruan se vap Allah i gjëlle gjëlelu. I kam pa se vapët e kranës netlës shka i hek muslimoni pi xhamie. Ka thonë i kam pa dhe gjunat ummetit tem, ra'ejtu sejjiatu ummeti, i kam pa dhe gjunat ummetit tem. Ka thonë ja Rasul Allah, e tonë pi gjunave shka ki pa të ummetit tem? Ka thonë fema ra'ejtu a'zama dhanbi min rajulin utije ajeten fenesiha. Nuk kam pa gjuna matë madhë për ummetit tem se qaj shka e ka dit një ajet Kuranit edhe ka harru. S'ka gjuna matë madhë. E ka dit një surë të shkurt edhe ka harru mo. Këthot për shembull, kur jam koni ri nona mi pa të mësu një 10 sure, shti asë një se di. E ma ju mirë pra, ma i madhi gjuna, shka të ka ndodhë të adish se si ta kështë dit diçka për i Kurani Kerimit e sot se din. Për strite të ekran. Prej faktorëve ndikus në bashkimin ton, modestia edhe falja e jonë njëni qetrit, gatshmëria njëni qetrit me afal, el afu wal istighfar, gatshmëria jonë njëni qetrit me afal. Kush gabon ndaj neve na më një herë prej neve, kush gabon ndaj neve prej neve me afal. Interesanta shumë edhe fjalët e fundit dhe si sotit vllazni, interesanta shumë neve kush pu gabon ndaj neve prej neve kur s'pe afalim, apo shumë me zor pe afalim. A qertë kur po gabojnë ndaj neve dhe po na vrasin, po na shtrin për toke, po qomi na vetë, po të meqmit na. Vllazni, në një menën, ikni të lasheve, largonu, ikni të lasheve, ashtu ma qu mollin, sukurni, ikni ekstesit, ikni problemit, a kur po bojmë namaz njani qetrit hujum, kur kush s'pëna thot, po e qojmë teri në qosh problemin, teri ku imi nis, qa gje po mrim. Ashtu ma qu mollin këto të mdojt e tonë kur përna thojnë ikni problemit, ikni eksesit, po ma qonë mollin përna kujnë si bubreca mdokët se Sulejman a.s. kur ka përci ka një grop, ka një lugaj ku pa në pasjetu bubrecat, ju ka thonë një bubreca veqer hatta idha atau ala wadi nëmli qalet nëmletun ja jetuhe nëmlu dhkulu besakinekum la jahtimennekum Sulejmanu wa gjunuduhu wa hum la yash'urun. Kur ka përci Sulejmani me ushtrien e vetë, e gjine, insan, me lajqe, hajvan, kafsh, mizat, tegër, dbut, shka ka, kejt ushtrije ati, i pas ka thonë a i bubreci o të borë mahale, a i bubreci o të borë e asaj luginës, a i kshiltari i komunës, a zara akon krijetari i partijës, a akon parlament pjesmarës, ti benediza se shka akon a i bubrec, veç krijesore në Kurani Kerim, zote e ka cek e njarje me rëndësi për neve, ju thëj ke ative bubrecave, o bubreca, hini fil hadh na përbira, mshav nuk ka jeni se Sulejmani me ushtrin e vetë po ka përcen, e ju shkele a i smerë vesh, ndokët edhe neve këto bubracat e mdojt ton, se her po ka përcen, Sulejmani kanë ba ato qertë me ushtrin e vetë, se her po ka përcen indika, këtive tonë sukur na bubraca kur jemi, kini në bira se po ka përcen Sulejmani. Na jemi Sulejmana, jo ato. Na jemi Sulejmana. Na jemi ushtarët e Sulejmani. Prej neve qertë duhet me i bubraca. Ama kur të bere nivelli i besimit të ko, ama kur të shdripe imani në atë vend ku ka shdrip besimi jonë, ama islami kur të harrot që isha harru të na, ama në avreti kur të shplot që isha shplut të na, ama Kurani Kerimi kur të mësot sa mësot të na, ama kur të respektohet e zoni edhe xhamia sa respektohet të na, ne bomi bubreca qertë bon Sulejman. O Zot ndroje këtë situatë, o Allah i jonë një mona një herë për gjithmonë me ditë mo këto muslimantë se në kursi për ndihem edhe për bereqet edhe për arsim edhe për ngritje folet e një moja një herë o Zot këto njerës të din se shka folet prej anës Allahut vetëm në qatë ka dobi e në qerat ka dëm o Allah i jonë mësona një herë të dime për gjithmonë
se na jemi ushtria jote e qertë janë anë miqët e tu. O Allah i jonë, bana prej ative shka na armën për hatër tane mormi ndorë si ta mormi, paqen për hatër tane bojmë si ta bojmë, nderin për hatër tane mbrojmë, edhe namazin, sejdën, abdesin, keq ka i bojmë mira për hatër tane i bojmë. O Zot, bana prej ative shka për njani qetrin shumë të but jemi. O Zot, bana prej ative njerëzve që njani qetrit më një herë kur të gabojnë da njeve ja fali. O Allah i jonë, bana prej ative shka ato ushtarët e huj kur dojmë në ashkel, bana asistoj që ato nërkundrat edhe nërkust e tonë në kalojnë o Zot i madh. Allah i jonë, muslimanve anë e mbanë botës namazin e gjumaz kabul banja. O Allah i jonë, shka kanë vdek prej umetit Muhammed Mustafa, sot për hirtë kësaj ditet madhe, kollajnë vorë banja vja Rabbel Alamin. Lillahi l-Fatiha.